Kryetari i SPAK, Altin Dumani, raportoi në KLP në lidhje me punën e prokurorisë së posaçme për vitin 2024. Të pranishëm gjatë raportimit ishin përfaqësues të OPDAT dhe përfaqësues nga Ambasada Amerikane në Tiranë. Dumani foli në lidhje me luftën ndaj korrupsionit, ku nënvizoi se 33 zyrtarë të lartë janë nën hetim, 19 prej tyre janë dërguar në gjykatë. Gjithashtu ai renditi problematikat me të cilat përballet SPAK, mes të cilave ka përmendur edhe presionin ndaj prokurorëve dhe mos ekstradimin e shqiptarëve nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Dumani u shpreh se ka patur një ulje të referimeve nga ana e institucioneve, ndërsa problematike shihet dhe mungesa e një statusi të qartë ligjor të prokurorëve të SPAK pas mbarimit të mandatit. Publikisht e kam deklaruar dhe më parë që ka nevojë të ndryshohet kufiri monetar dhe duhet të ndryshohet, të rritet ky kufi monetar. 500 euro është një vlerë simbolike dhe jam plotësisht dakord me ju që nuk kishte qëllimi i krijimit të prokurorisë së posaçme e hetimin e vepra penale me natyrë korruptive në këtë nivel, në këtë kufi monetar prej 500 eurosh apo 50.000 lekësh. Patjetër, SPAK është krijuar për të ndjekur rastet e korrupsionit të madh dhe subjekte të profilit të lartë. Ekzekutimin e masave të sigurimit përgjithsisht bëhet nga policia e shtetit. Ne me policinë e shtetit bashkëpunojmë dhe ata janë pjesë e pandashme edhe e timeve, por sidomos në fazës së ekzekutimit të masave të sigurimit. Tani mund të ketë ndodhur që bashkë me policinë e shtetit janë angazhuar në raste shumë të rralla edhe hetues të byrosë kombëtare të hetimit në ekzekutimin e masave të sigurimit. Por përgjithsisht ata që ekzekutojnë masat e sigurimit janë oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë policisë shtetit apo të drejtorive rajonale. Gjithashtu po ata janë që bëjnë edhe arrestimet në flagrancë, kur ka raste arrestime në flagrancë. Se takon llojit të masave të sigurimit, ju thatë që aty ne jemi të treguar të qartë, kemi bërë një panoramë të plotë të llojit të masave të sigurimit të aplikuara, por edhe pezullimi i ushtrimit një detyre apo një funksioni publik është një ndër llojet e masave të aplikuara prej në 4 raste. Duhet kuptojmë një specifik, sepse kjo kategori, kjo lloj mase sigurimi ka disa rrethana të veçanta, komplet të ndryshme nga llojet e tjera të masave të sigurimit për t'u aplikuar. Por nga ana tjetër, ne nuk është mëshuar fatikisht edhe shumë edhe në fjalën time, por numri i personave që janë hetuar pa mas sigurimi në gjendje të tillë nga ana e prokurorisë së posaçme, që shkon mbi 40%. 246 persona gjatë vitit 2024 janë hetuar pa mas sigurimi.